Një ngjarje e rëndë është regjistruar pas ditën e sotme në qytetin e Hasit, ku një konflikt i çastit për motive të dobta ka degeneruar në tentativë vrasjeje. Rreth orëve të pasdites, para një dyqani në pronësi të një 62 vjeçari, ka nisur një debat midis tij dhe një 60 vjeçari, i cili sipas burimeve policore ka nisur fillimisht si një përplasje verbale. Debati ka agravuar me shpejtësi dhe 62 vjeçari dyshohet se ka goditur me mjet prerës 60 vjeçarin, duke i shkaktuar plagë të konsiderueshme në trup. Dëshmitar të rastit kanë njoftuar menjëherë policinë e Asit, e cila ka mbërritur në vend ngjarje brenda pak minutash dhe ka bërë të mundur arrestimin e autorit të dyshuar. Ndërkohë, i plagosuri është transportuar me urgjencë në spital. Mjekët kanë konfirmuar se pavarësisht plagëve, ai ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Mjeti prerës i përdorur në sulm është sekuestruar si provë materiale, ndërsa grupi hetimor po punon për sqarimin e plotë të rrethanave dhe motiveve që çuan në konfliktin e dhunshëm. Policia ka bërë të ditur se 62 vjeçari do të përballet me akuzën e vrasjes së mbetur në tentativë, ndërsa vijojnë procedurat për dokumentimin e çdo elementi që lidhet me ngjarjen.